Përshëndetje gjithëve miq, takohemi përsëri në këtë pjesë të tretë të episodit tonë të dytë të Newscast Albania ose Albania Newscast, varet si të doni ju. Na bëni edhe subscribe në kanalet tona në YouTube dhe na jepni mendimet, sidomos për të ftuarit, por edhe për tema që do doni të trajtojmë në të ardhmen. Në këtë pjesë të tretë kam kënaqësinë që të kem të ftuar gazetarin Elio Laze, i cili mbushi edhe faqet kryesore të mediave pak javë më parë, pasi u konsiderua një njeri me rrezikshmëri të lartë. Pra do bëjmë një intervistë me një njeri të konsideruar me rrezikshmëri të lartë, apo jo Eli? Mirë se gjeta Arber, qofshti që je që ke kaq pranë një njeri me rrezikshmëri të lartë shoqërore dhe nuk e frikë. Të falenderoj për ftesën. Jo, kënaqësi që të kam Elio, unë i pash, patjetër i pash lajmet, edhe fillimisht u shqetësova. Ishin lajme të forta, deklarata të forta, etj, edhe njoftime të forta, megjithatë dua që mos na keq kuptojnë dhe njerëzit, ne nuk bëjmë asnjë lloj pastrimi të asnjë figure, ne duam të vërtetat e gjithë secilit. Dhe unë prandaj të kam ftuar sepse dua të dëgjoj të vërtetën tënde. Çfarë ndodhi Elio? Atëherë, ta filloj me ditën kur u rrëmbeva nga zyra ime e punës, nga zyra e Priza Pikal, nga forcat operacionale të policisë shtetit. Pas një kallëzimi që bëri një person, i cili quhet Klaus Shaqiri, i denoncuar me 10 herë në faqet tona si një pjesë e celulave të call centerave të Forexave që operojnë në Tiranë. Kjo histori nuk nisi me 12 shkurt, kur unë arrestova. Shkrimet ndaj këtij personi dhe ndaj kompanive të tij ka nisur që në vitin 2024. Pra nuk ishte një gjë e re, po. Absolutisht jo. Kishin këto shkrime, këto denoncime ndaj këtij personi, i cili ishte edhe zyrtar shteti, dhe nuk është se ishte zyrtar shteti i cili u paraqit pranë zyrave të Priza Pikal, por ishte një person që merrej me call centera në një shkrim që ka filluar që në vitin 2024, ku ne paraqitëm aktivitetin e tyre të jashtëligjshëm. Natyrisht ky person bëri të gjithë përpjekjet e veta duke futur njerëz në ndërhyrje, si të gjitha punët e Shqipërisë, që këto shkrime të hiqeshin. Këto shkrime nuk u hoqën, natyrisht, ka patur një kërkesë të vazhdueshme nga ana ime ndaj këtij personi që të shkonte në gjykat nëse nuk ishte dakord me atë që ne shkruanim, të na çonte për shpifje dhe të ndalonte historinë e të futurit njerëz, miq, ndërhyrje të fortë. Të njohur etj. U bë një histori stresuese. Njerëzit nuk e dinë, po ne që jemi në media kemi shumë ndërhyrje, sidomos ti që ke një portal ose për pyetje, për çështje, pra kemi ndërhyrje të jashtëzakonshme nga njerëz të ndryshëm. Arber, e drejtoj Priza Pikalin që prej vitit 2021 kur e kam themeluar. Kam trajtuar me 10 tema, kam patur patjetër me 10 përplasje, probleme, njerëz që nuk kanë qenë dakord, seanca gjyqësore etj. Por me këtë rast ka qenë një nga rastet më të lotshme që jam marrë nga ndërhyrjet, nga mënyra e dhunshme se si kërkoi të hiqeshin këto shkrime. Ke patur kërcënime, Elio, ose dua t'i them të të pyes për çdo gjë? Nga ky person në mënyrë drejt për drejt jo. Nga njerëzit e tij në forma të ndryshme patjetër ka patur dhe kërcënime. Madje ditë të them që 10 ditë para se arrestimi të ndodhte, një ish zyrtar i lartë i policisë shtetit, i cili ka vite që nuk është më pjesë e uniformave të blu, më takoi pikërisht për këtë person dhe në fund më tha eksaktësisht atë që ndodhi, që mos harro tha që ka dhe lek të regjistruara. Nëse ti vazhdon me këtë linjë. Përgjigjja ime ka qenë personi është gjallë, mund të pyetet, i thash që patjetër që ka lek të regjistruar dhe nuk më shqetëson për sa kohë nuk i kërkoj unë këto. Ama nëse dikush do të vi dhe t'i hedhë tek zyra ime, është përgjegjësia e tij. Pasi dhe në këto momente që ne flasim, unë mund të lë çfarë të dua këtu, dhe kjo nuk është përgjegjësia jote, për sa kohë ti as e ke kërkuar, as e ke prekur dhe as e ke administruar. Kjo ishte me pak fjalë ajo që ndodhi. Para se të fillojmë në detajet të tjera, sa ditë qëndrove në burg? 74 ditë. Në qenë me 12 shkurt. Si ishte si eksperiencë? E rënd, patjetër që më tronditi psikologjikisht, patjetër që nuk e përjetova as pak mirë, sidomos ditët e para, pasi nuk e kuptoja ç'po ndodhte.
sigurisht që nuk kisha informacion nga jashtë, nuk dija fare as lumin që po derdhej dhe as baltën që po plasej gjithandej, por më mjaftonte fakti që papritur nga zyra ime e punës, e pash veten të rrëmbyer dhe të mbyllur birucave të... Familja si e priti, Elio, më thuaj të vërtetën. Se gjithmonë ne kemi familje. Futem ne gazetarët gjithmonë, se njerëzit nuk e din, po sulmet publike, nuk është e lehtë, por njerëzit publik gjithmonë. Situata me familjen ishte pjesa që më dhimbti më shumë, ishte pjesa që më mbante 90% të kohës mendjen e zënë. Patjetër janë dy prindër, të cilët u shokuan nga çfarë ndodhi. Kam një vajzë 6 vjeçare e cila nuk e kuptoi sepse babai i mungoi për 74 ditë në shtëpi dhe bashkëshortja ju desh të përballonte muajt e parë të shtatzanisë vetëm dhe përveç kësaj dhe duke marrë mbi supe gjithë baltën që po hidhej karshi partnerit bashkëshortit saj. Dhe patjetër që këtë kam përjetuar pa keq, unë dhe familja ime. U zgënjeve nga ndoshta kolegë ose të njohur që e ndruan me njëherë repertorin e tyre? Nuk di të ta shpjegoj eksaktësisht nëse është zhgënjim apo jo. Deri diku e kisha menduar se si do t'ishte qasja e tyre. Por logjikisht nuk e besoja që vërtet do ta derdhin gjitha të lumë. Kjo jo për solidaritet gazetarësh, por në radhëpar për një logjik njerëzore. Unë kam një parim punën time. Kam rreth 20 vite që bëj këtë profesion. Kam punuar për të tjerë dhe për vitesh kam median time. Dhe parimi im ka qenë gjithmonë të mos flas me siguri për gjëra ku unë nuk kam qenë aty. Unë apo dikush tjetër që ta ketë parë dhe ta di komplet historinë. Ose flasim në bazë të dokumenteve, ose të flasim sepse isha vetë aty dhe e pash këtë gjë. Ndërkohë, kolegët e mi, miqtë e mi, morën përsipër që të amplifikojnë disa njoftime që u shpërndan nga policia e shtetit. Dhe besoj që minimumi i logjikës së miqve tanë gazetar do të ishte që të mos marrin shablon atë që policia sjell, pasi ne e dim që për 10 raste situata është paraqitur ashtu siç i është lëvërdisur njërës apo tjetrës palë. Dhe çfarë bën gazetaria? Gazetaria është ajo që i vën balancë, dëgjon dhe merr nga të gjitha burimet dhe më pas i servir publikut ekstraktin e vërtet. Ndërkohë në rastin tim, ashtu si edhe në 10 raste tjera, sepse nuk jam unë viktima e vetme, media, kolegët tanë, bën një mishmash dhe një konfuzion në publik. Ndoshta nuk e kanë ditur variantin tënd, Elio, mund t'jetë kjo, pra. Ndoshta nuk ka qenë qëllim. Patjetër, variantin tim nuk kishin si ta dinin, Pikërisht, sepse unë isha ndoshta nuk kishin mundësi që ta dinin dhe anën tjetër. Patjetër, dhe kjo është e logjikshme që nuk kishin si ta dinin këtë. Se ti nuk je njëri që ke bërë shumë armiq në media të paktën. Me sa të njoh unë, se absolutisht jam përpjekur që të kem me kolegët e mi. Pikërisht, prandaj je i njëjti me kolegët, pastaj kam absolutisht dashamirësinë dhe respektin maksimal për secilin prej tyre. Por patjetër që t'i kthehemi asaj nuk kishin se si ta dinin versionin tim, por ama diçka duhet kuptonin vet nga logjika, kur vet policia ishte konfuze në atë që po thoshte. Filluan shifrat nga 40.000 dhe përfundoi pasaj në 5.000. Që këtu duhet të gjykosh që ka diçka që nuk shkon. Duhet të gjykosh se si kjo polici që nuk po zbardh dot ngjarje të rënda kriminale për personazhe VIP të botës krimit, dërgoi operacionalin të një kolegu i tyre. Dhe këto janë disa pikë pyetje të cilat me 2 telefona, kolegët tanë fare mirë mund t'i zgjedhin. Sepse unë nuk mbrohesha i vetëm në gjykatë. Unë kisha një ekip ekspertësh, një ekip ligjor, i cili merre me këtë punë dhe kanë qenë në çdo moment të gatshëm të jepnin çdo lloj sqarimi në rast se do t'i kërkohej. Por kjo gjë nuk ju kërkua as edhe një herë.
Pas të kaloj edhe të çështja e call centerave, që e dëgjoj shumë, e has në për tavolina, e has në media, pra të gjithë e ngrënë si një shqetësim shumë të madh. Më përshkruaj pak një ditë në qeli. Si ishte, Elio? Pra, si ishte dita një të burgosurit, të padënuar? Atëherë, një ditë në qeli ishte një ditë që fillonte në orën 6:30 mëngjesit, kur shulat e blindave kërcisnin për t'u hapur për t'na kontrolluar nëse ishim aty apo ishim larguar gjatë natës, pra ndroi turni. Ai ishte zgjimi. Sërish do të prisnim në qeli e cila ishte 4-3 dhe jetonim 4 veta, do të prisnim deri në orën 8 mëngjesit kur derat hapej dhe të kishim mundësi të lëvizim në sektor i cili ishte një korridor 38 hapa i gjatë dhe 6 hapa i gjerë. Aty na duhet ta ndanim ditën me 44 persona të tjerë të burgosur. Kishim një 2 orësh ajerim në ditë dhe më pas sërish ishim të mbyllur në korridor dhe në dhomë. Eksperienca jote më e hidhur, më e rëndë në jetë? Jeta është e gjatë, por deri në këto momente ishte një eksperiencë të e hidhur, të cilët nuk ja uroj absolutisht askujt. Elio, kalojmë pak te call centerat. Çfarë po ndodh me këtë biznes të zi, të palishëm, ka dhe të lishëm, po flas për pjesën e errët. Atëherë të ndajmë fjalën call center me Forex. Call centerat janë një aktivitet totalisht i lishëm, të cilët ofrojnë shërbim klienti për banka, për kompania ajrore, për dyshekët që janë bërë barsalet, për çdo gjë, dhe kjo është totalisht e lishme. Këtu kemi folur për çështjen e Forexave. Dhe kjo ka qenë një çështje të cilin e kam ngritur unë i pari, personalisht e ka ngritur Priza Pikal. Forex, për ata që nuk e dinë, çfarë është? Forex janë investimet mashtruese në bursa. Personat që marrin dhe paraqiten si përfaqësues të X kompanie, X kompanie, të cilët kërkojnë një investim fillestar, që ti t'i shumosh të ardhurat, e të tjerë ka me dhjetra forma mashtrimi. Ne kemi ngritur zërin të parët, pasi pam që jo vetëm që ky aktivitet po lulëzonte në gjithë vendin, dhe nga ky aktivitet po dëmtohej realisht ekonomia dhe çmimet, pasi të ardhurat janë të çmendura. Pra flasim për një zyrë me 6 punonjës që gjenerojnë jo më pak se 1,5 milion euro në muaj. Këto vlera flasim. Dhe flasim për zyra deri në 250 punonjës që akumulojnë deri në 8, 9 apo 10 milion euro në muaj. Dhe patjetër këto lek informal, këto lek që nuk dihet nga vijnë, kanë prishur, kanë ndikuar në prishjen e tregut. Ajo që ne pam, dhe prandaj Priza Pikal ka qenë e para që ngriti zërin për historinë e call centerave, duke i ekspozuar të gjithë ata që ne mund të identifikonim, shqetësuese ishte fakti që pam që në historinë e Forexave ishin bashk përtej të majtës dhe të djathës, përtej policisë dhe gjyqësorit, përtej gangsterëve dhe biznesmenëve. Është dhe politika e përfshirë? Të gjithë janë të përfshirë, të gjithë kanë hisën e tyre, të gjithë kanë celulet e tyre, dhe është një interes ekonomik miliardësh, dhe vërtet miliardësh, të cilët Priza Pikal dhe unë personalisht ne patëm guximin ta preknim. Për këtë jemi paralajmëruar me vite që të mos e vazhdojmë këtë histori. Ka akoma në Shqipëri? Ka akoma në Tiranë ose? Patjetër, lulëzojnë çdo ditë. Jo ka akoma, lulëzojnë çdo ditë. Janë bërë absolutisht, pra dhe fakti që me ndrimin e drejtimit policisë shtetit, me largimin e... Zoti Skënder Hita duket që është më agresiv në këtë fushë. Do ditur një 4-5 mos gabon. Zoti Skënder Hitaj ka lexuar drejt atë që po ndodh. Dhe po ndodh një implikim i tmerrshëm i zyrtarëve të policisë shtetit, i zyrtarëve shtetëror, i biznesmenëve, i një numër shumë të madh njerëzish në këtë histori të zezë. Dhe nuk është problemi që kjo është thjesht një aktivitet i jashtëligjshëm, por tashmë po çojnë viktimat në shtetet përkatëse, në Austri, në Gjermani, në Itali, në Spanjë, të cilët po i kërkojnë llogari shteteve të veta për lekët që po i vjedhin shqiptarët. Kanë arritur këto bandat, këto celula call centerash të marrin me kamera dhe të kërcënojnë viktima në Gjermani, kur nuk kanë pranuar ata të bëjmë pagesën e radhës. I kanë treguar se ku i kanë fëmijët shkollat në Gjermani.
Pra, deri në këto nivele. Këta call centeristat shqiptar dinin se ku e ka Gjermani fëmijën në shkollë duke kërcënuar dhe shantazhuar. Dhe ka qenë një operacion i para disa viteve që pa të ardhur vetë oficerët e një landi në Gjermani, të cilët kryen arrestimet këtu dhe ka qenë pikërisht ky rast që unë po tregoj, që kanë marrë me kamera dhe kanë kërcënuar personin sepse nuk po pranonte më të paguante. Kjo është duke qenë se këta e dinin dhe kishin akses në llogarinë e tij bankare, pra e shikonin që ky kishte akoma para, por nuk po ja jepte. Është ende në Shqipëri, e bëra edhe një herë pyetje. Ka akoma ku janë bazat e tyre? Cilat janë qytetet? Kryesisht mbizotron Tirana, por ke në çdo qytet, ke në Durrës, ke në Elbasan, ke në Shkodër, ke në Fier, ke në Vlorë. Ka shumë e përhapur është? Patjetër, nuk ka pse të mos përhapet një aktivitet i cili të sjell miliona, ku duke paguar pak lek tek i plotfuqishëm i zonës, tek një shef komisariati etj, ti mund të gjenerosh të ardhurat që as i ke menduar. Përmendë politikën, Elio. Ku hyn politika këtu? Atëherë politika këtu. Ti e di, unë s'kam asnjë problem, asnjë shqetësim, mund të thuash çfarë do emri të duash. Gjithmonë janë të pafajshëm gjithë. Patjetër. Është pretendim jot gjithmonë, Unë nuk e di për kë e ke. Patjetër. Atëherë ku politika në historinë e Forexave, në përgjithësi ne dim se ku është anatemuar dhe si janë thënë gjërat. Ndërsa në rastin tim pati edhe një komplikim tjetër situata, pasi në historinë e kallëzuesit tim ose në shkrimet e mia u përfshi dhe deputeti i Partisë Demokratike Belind Klliçi, të cilin neve e pyetëm dhe as pak akuzuar, e pyetëm nëse kishte lidhje me këto celule apo jo. Pse e themi këtë? Të gjithë e dim që Këshillin Kombëtar të Partisë Demokratike u koptuan, pra u ngritën dhe u bën antar të Këshillit Kombëtar një pjesë e shokëve dhe miqve të Belind Klliçit, të cilët punuan që ai të zgjidhej kryetari i forumit. Deri këtu s'ka ndonjë gjë. I forumit të Partisë Demokratike. Të FRPD-s. Të FRPD-s. Jo, absolutisht që nuk ka asgjë të keqe. Shumica e këtyre djemve, të cilët u koptuan si antar të Këshillit Kombëtar Drejtues të PD-s, janë të përfshirë në skemat e call centerave. Elio, kemi me prova këtë se nuk dua që të abuzoj me emra që unë nuk i njoh. Absolutisht. Dhe në fund të ditës çfarë peshë mund të ketë një deputet i opozitës. Absolutisht. Se opozita nuk ka gjë në dorë, pra përse do duhet një call center të shkonte tek një deputet i cili është në opozitë? Çfarë ndihmë mund t'i japë? Një call center duhet të jem realist me faktet, ose një call center nuk është përtej të majtës dhe të djathës. Mjafton të kesh lidhjet e duhura, mjafton të bësh pagesën në vendin e duhur dhe aktiviteti yt vazhdon normalisht. Ky aktivitet kriminal, ta shpjegova, është, siç thotë dhe vetë kryeministri, është përtej të majtës dhe të djathës. Ashtu si dhe arrestimi. Për kë flitet? Janë disa. Duhet jemi të balancuar. Ma bë këtë favor për ta kërkoj publikisht, themi në një emër nga e majta nëse ka. Tham zotin Klliçi, po unë gjithmonë nuk e besoj, po gjithsesi është e drejta jote ta thuash, po nga e majta për kë flitet? Mund të hapni faqen e Priza Pikalit dhe janë aty emrat. Kam vetë prizën të. Prizën e informacionit, kështu që të gjitha shkrimet janë aty. Besoj se ata të cilët i jepnin më përpara mbrojtje këtij aktiviteti kriminal nuk janë më në postet drejtuese, një pjesë e tyre nuk janë. Zoti Hitaj thash e ka lexuar drejt gjithë këtë inkriminim të shoqërisë, pasi nuk është çështje individesh, nuk është më çështje personash të cilët po bëjnë 5 lek, por është një çështje e ekonomisë kombëtare. Këtu po shkatrohet çmimet, po shkatrohet rinia, po shkatrohet çdo logjike e mundshme me të ardhurat e shfrenuara dhe me jetën e firmave që po bëjnë me këto para që po vjedhin nga call centerat. Po shkojmë drejt fundit. Statusi jot ligjor vazhdon betejë?
Patjetër, vazhdon betejë. Unë aktualisht jam në masën e detyrimit për të paraqitur në policinë gjyqësore një herë në muaj për të verifikuar prezencën time. Çështja është në hetim e sipër. Ka një kërkesë nga ana ime që në çdo rrethan të mos bjeri poshtë çështja nga ana e prokurorisë, pra të mos pushohet. Unë kërkoj dhe ja kam kërkuar zyrtarisht që kjo çështje të shkojë për gjykim në themel, pasi jo vetëm pafajësinë time unë do ta certifikoj në çdo shkallë të gjyqësorit shqiptar, por këtë çështje do ta çoj dhe përtej Shqipërisë, për mënyrën e arrestimit, për denigrimin e figurës, për dëmin që më është shkaktuar si në biznesin totalisht të ligjshëm që unë drejtoj, por gjithashtu dhe në raport me miqt, me bashkëpunëtorët, me sponsorat, me personat dhe me kompanit, të cilat priza ka kontrata bashkëpunimi. Dhe patjetër për këtë, dikush do të mbaj përgjegjësi në kohën e duhur. Uroj më të mirë për ty, Elio. Të Faleminderit shumë. Ndërkohë me këtë intervistë erdhëm në fund të pjesës së dytë, episodit të dytë që kishim për ju, Albania Newscast, si gjithmonë ju bithirje na bëni subscribe, na shkruani në rrjetet tona sociale, jepni mendimet tuaja, na jepni sugjerimet, do t'i lexojmë me shumë vëmendje të gjitha ato dhe më pas do të vendosim që t'ja u bëjmë qefin dhe të jemi sa më në kontakt me ju. Dhe atëherë do shihemi në episodin e radhës.